E pra të dashur miqtë e mi, por I takohemi në këtë orë të vonë së bashku për të dhënë lajmin të fundit. Sapo e konfirmuan televizioni Klan, Alba Pollozhani ka lënë shtëpinë e Big Brotherit. Në këtë orë të vonë, do me thënë ora shënon pothuajse 4, Alba është larguar nga shtëpia e Big Brother VIP Kosova. Ka qenë në fakt një natë e nxehtë për Albën, ka qenë një natë me plot debate, ka qenë një natë me plot diskutime. Alba mori përsipër që të tregon një ndjesi të saj që dëshironte të vej edhe shamin brenda shtëpisë së Big Brotherit, por siç duket tensionet e rritura, presioni brenda kësaj shtëpie, lufta e krijuar brenda kësaj shtëpie dhe mos qëndrimi I limit brenda kësaj shtëpisë e bëri Albën që të mos të duronte edhe të vendoste përfundimisht që të largoheshte në këtë pikë të lojës. Për të konfirmuar edhe për të gjithë ndjekësit e këtij reality show, Alba nuk ka qenë sonte as në darkë, do të thënë nuk doli ta përshëndes as kushtrimin. Kamerat e televizionit, kamerat e shtëpisë në fakt nuk është se u fokusuan në pjesën e dhomës së gjumit se ku ishte Alba, por Alba siç duket ka hyrë në dhomën e rrëfimit dhe nuk ka dashur më të kthehet në shtëpinë e Big Brotherit. Televizioni Klan dhe faqja zyrtare Big Brother sapo e konfirmoi që Alba nuk është pjesë e kësaj shtëpie. Në fakt mua do të më vjen keq që Alba nuk është pjesë, mendoj që ishte banorja e cila me patjetër e meritonte që të ishte në finalen e madhe, sepse Alba besoj që e ka dhënë shpirtin për këtë lojë, e ka dhënë zemrën për këtë lojë dhe mendoj që një personazh si Alba duheshte patjetër që ta prekën finalen. Por, siç duket, Alba ishte tepër e ngarkuar, do me thënë emocionalisht nuk ishte mirë dhe uroj me zemër që ta merr veten, uroj me shpirt që të kujdeset për veten. Përsëri ajo publikun e ka, fansat I ka dhe shpresoj që të del me një komunikim apo me një shkrim rreth gjendjes së saj shëndetësore dhe psikologjike.